Këta 5 herë përmenet kjo Allahumme në Kur'an, po përmenet për mallkim. Allahu nuk është Allah. Të thënë s'ka Zot, nuk po thot fraza la rab, po thot la ilah, s'ka ilah përveç një ilahi. Ki kuptim thëmë fjala ilah ka zbërthejet vetëm në shqip. As hebraishtja së në zbërthen, as arabishtja e Vetëm gjuha shqipe thuhet. Por ata thamë se gjua shqipe, gjua Zotit. Ashtu nga, për shembull e kemi Allahumme. Allahumme, e kemi dëgju këtë Allahumme? Kjo Allahumme rrid është Elohim. Elohim. Çka i vjen? Elohim shumë zotra, shumë ilaha. Elohim. Hum, është për emër vetor. Dëgjoj tani. Që do se këtu po del që kjo është pagone. Po jo pagone, po këta e kanë fut, këta nuk e kin Kur'an. Këta 5 herë përmenet kjo Allahumme në Kur'an, po përmenet për mallkim. Nëse dikush nuk e pranon të vërtetën, atëherë i thu Allahumme, ti je prej atyre Allahumme, që keni shumë ilaha. Është një ilah. Prandaj kur është e kanë dëgjuar frazën la ilahe illa Allahu nuk është Allah. Të thënë s'ka Zot, nuk po thot fraza la rab, po thot la ilah, s'ka ilah përveç një ilahi. Është një ilah. Dhe unë tani kum shku një çik më tepër, të tjerët do të më dalë me argumentu të kundërtën. La rida Prishtinën ardhën Shkup. Tash, këtë bukuri, këtë madhështi e ka kriju dikush. Edhe e ka lanë. Një Zot, ilahi. Nga ki kuptim thëmë fjala ilah ka zbërthejet vetëm në shqip. As hebraishtja së në zbërthen, as arabishtja e Vetëm gjuha shqipe thuhet. Por ata thamë se gjua shqipe, gjua Zotit. Gjua Zotit. Mu po më interesën përse ka nisë këtë ndërmarrje. E këtë ndërmarrje, Këtë iniciativë, këtë lloj diskursi, këtë lloj gjigjerimi, këtë lloj... Po mirë berit, jam konë edhe une. Prej moshës 9 vjeçore, prej moshës 9 vjeçore, jam me Kur'an. Kom shku në shkollën e mesme në Prishtinë, 84, kom shku në